Si që shikoni, të Kinema Republika, për disa kohësh kanë fillu punimet. Punimet janë përqendruar në gjitha ambientet e Kinema Republikës. Aktualisht po punojmë në dy ambientet, ambientin e jashtëm dhe ambientin e brendshëm. Te ambienti i jashtëm është bërë hyrja te shtrimi i pjesës së motorit, shtrimi i pllakave, ndriçimi edhe pjesa e ulëseve, ndërsa te pjesa e brendshme është bërë hyrja te pjesa e ulëseve të publikut, është bërë te audioja, është linoleumi, është edhe moketi që është bërë hyrja që do të bëhet e bateri, njëkohësisht është edhe ambienti i brendshëm që është bërë te pjesa e tualeteve, pjesa e savatimeve, pjesa e elektrikeve, ndriçimi dhe ambienti të brendshëm, kondicionimi. Kështu që besoj se brenda pak ditëve do të jetë një kinema modern, ashtu siç e meriton edhe kinemaja që është Kinema Republike e qytetit të Shkodrës.